Namazi ka shumë efekte madhështore. Dy prej tyre që lidhen me mëkatet, po kam dëshirë me i trajtu në këtë video, prandaj qëndro deri në fund. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Një efekt madhështor që ka namazi është se ai me të vërtet na ndalon nga veprat e këqija, nga mëkatet, nga gjunahet. Namazi është penguesi më i madh, më efikas që na të veprojmë gjunahe, edhe që t'i lojmë gjunahe, që t'i lojmë mëkatet. Allahu Gjelle Gjelalu thot në Kur'an, edhe shiko si fillon Allahu në këtë ajet, inna salate, thot me të vërtet, harf inne është harf li ta'kidi, thonë, që të përforcohet, e ka efektin e përforcimit, që me të vërtet kështu është, thot Allahu, inna salate tenha anil fahshai wal munkar, thot me të vërtet namazi ndalon nga veprat e ndyta dhe nga çdo veprë keqe. Kjo është një premtim prej Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo shihet në praktik, kjo përjetohet. Secili që ja ka nisë me fal namazin, e ka pasur shumë shpejt po largohet nga veprat e këqija, nga veprat e ndyta, nga gjunahet. Edhe namazi ka qenë sebeb që të ndalon nga veprat e këqija. Ama ajo që është me rëndësi të kuptohet se Allahu subhanahu wa taala kur ka obligu namazin, edhe ka fol për ata që e ngrisin namazin, walladhina yuqimuna as-salata, Allahu azza wajal. Gjithmonë duhet të ketë parasysh që muslimani që namazin ta ngrisë namazin. Ata që e ngrisin namazin, çfarë do të thonë kjo? Shkurtimisht, kjo do të thonë që ai i cili e fal namazin, e fal në mënyrë të dukshme, i plotson rregullat dhe në mënyrë të brendshme. Çfarë do të thonë në mënyrë të dukshme? Në mënyrë të dukshme i plotson kushtet e namazit, i plotson shtyllat e namazit, i plotson sunetet e namazit, rregullat e përgjithshme të namazit, edhe etikën e namazit. Dhe në mënyrë të brendshme, çfarë është ajo? Ajo është që ai mundohet tjetë i përullur, ta logjikon atë që po e thot në namaz, atë që po e thot prej sureve në namaz, prej dhikrave në namaz, prej lutjeve në namaz. E logjikon dhe është i përullur dhe fal namazin me frikë respekt. Edhe me të vërtet, përullësia dhe frikë respekti janë shpirti i namazit. Ai i cili e fal namazin në këtë formë, që e kërkon Allahu azza wa jall, e ngrit namazin, ky person me të vërtet do të ndalohet nga veprat e këqija, do t'i lojë veprat e këqija, do t'i lojë gjunahe, do t'i lojë mëkatet. Ky është efekti i parë që e realizon namazi, që na ndalon nga veprat e dyta, nga çdo vepër e keqe. Efekti i dytë është se nëse kemi bërë mëkate, gjunahe, namazi është shkak. Allahu azza wa jall përmes namazit na fal gjunahet, na fal mëkatet. Namazi është sebebi kryesor, është shkaku kryesor që na të pastrohemi. Edhe këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka dëshmu, edhe në këtë analogji që është me të vërtet një krahasim, është një krahasim me të vërtet shumë i bukur, një analogji shumë e bukur. Pra mendoni, para shtëpisë tuaj ta keni një lum i pastërt, i kthjellët, uji i ftoft, i freskët, që ec, uji i lumit është vazhdimisht i pastër, prandaj edhe gjithmonë kemi mundësi me marr edhe abdest, sepse është uji i pastër që ec, që rrjedh vazhdimisht. Para mendoni para shtëpisë 5 herë në ditë sikur të laheshim në atë lum të pastër të kthjellët. A kemi pas mundësi me mbet diçka prej pastërtisë në trupin ton? Asnjëherë. Këtë rol e ka namazi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë shembull, këtë krahasim, këtë analogjia ka sjell sahabëve kur i ka pyet, kur i ka thonë sahabëve, a e shihni sikur ta keshit një lum para derës secilit prej jush, edhe ju të laheshit në to 5 herë në ditë, a do të mbetej diçka prej papastërtisë? Sahabët ju përgjigjen natyrisht se jo, nuk do të mbetej asgjë nga papastërtia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ky është shembulli i namazit. Subhanallah. Allahu azza wa jall na fshin mëkatet përmes tij, gjunahet përmes tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith tjetër se 5 namazet, shiko, 5 namazet, pastaj xhumaja deri në xhuma, Ramazani deri në Ramazan, tash jemi në Ramazan. Ramazani deri në Ramazan i falen mëkatet të robit çka ka mes tyre, nëse shmanget nga gjunahet e mëdha. Gjithashtu në një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur se 5 namazet, me të vërtetë shiko, 5 namazet, sa efikas janë, 5 namazet, xhumaja deri në xhuma, Ramazani deri në Ramazan, tash jemi në Ramazan, janë falje për mëkatet që ka ndodhur mes tyre, nëse shmangen mëkatet e mëdha.
Këtë efekt e ka namazi. Po ashtu me një transmetim tjetër subhanallahu nga Abdullah ibn Umar, i cili e pa një djalë duke u fal namazin, edhe tha sikur ta njehja do ta kisha urdhëruar që ta zgjaste edhe më shumë rukun dhe sejdën, sepse e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, kur robi e kryen namazin, mëkatet i vendosen në kokën e tij apo shpatullat e tij. Dhe çdo herë që ai bën ruku apo sejdë, mëkatet bin prej tij, do të largohen. Parafitëroni këtë skenë, mëkatet në kokë dhe shpatulla, kur bim në ruku edhe në sejdë, ato bin, largohen. Prandaj, shkurtimisht, po e përmbyllim si formulë, namazi është mekanizëm efikas, apo mekanizmi më efikas që na ndalon nga veprat e këqija, nga veprat e dyta, nga gjunat, nga mëkatet, dhe namazi është mekanizëm përmes të cilit na pastrohemi prej mëkateve, prej gjunaheve. Këtë rol e lun namazi, këtë funksion e ka namazi, dhe asnjë adhurim tjetër nuk i ngjan namazin në këtë. Prandaj, secili që ka dëshirë me i lun mëkatet, me i lun gjinahet, edhe me ndalu nga mëkatet, nga veprat e këqija, namazi është ilaçi i tij, edhe secili që ka dëshirë që t'i falen mëkatet, gjinahet, përmes namazit i falen mëkatet, gjinahet. Allahu Azza wa Jall ja jep këtë nder, këtë privilegj që përmes namazit të pastrohet. Namazi është pastrues, po është po ashtu ndalues nga veprat e këqija. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح